Se komenton edicionin tënd për herë të parë me qenë se ke luajtur në Super League? Po, si viti i parë në Super League të Kosovës, për mua ka qenë një edicion i suksesshëm për arsye që i kom pas disa lojë vendimtare edhe me disa paraqitje të mira. Edhe besoj që e kom dëshmu veten edhe e kom vërtetu veten që më me luaj për nivelin e Superligës të Kosovës. Çka ka ndryshimi i Superligës me atë që ke luajtur në ligë të parë dhe cili është pak a shumë ky ndryshimi? Si e ke vëreti? Qysh nga pjesa organizimit skuadrës, çka të ka mundi ma mirë? Një është ma profesionist me të kallëzu drejt, një është ma profesionist në çdo aspekt, në aspektin e stërvitjev, në aspektin e lojës, tempos, grupit, edhe me të vërtet kalon me një ligë më të lartë, me një tempo më të lartë. Cila është ndeshja më e mirë për ty që e ke zhvilluar në këtë edicion? Ka plot me të kallëzu drejt, po një napi që muna me veçu është me dritën si mrena si jashtë. Besoj që i kom bon një paraqitje të mirë, si që e dim që drita është kampion. Kampion i Kosovës. Edhe besoj që i kom bo bol këgja mirë sulmuesve dritës. Ndesha më e dopt, në fakt, jo më e dopt kështu, po që e keni veten që nuk është duke shumë mirë. Nështë ta me Feronik, që një jashtë kërë i na konë, pa të konë shi, lëq, që aty u konë pa të konë fështi për arsye mu Veç jetë ma bo një krasim shumë interesant, sepse paraqitja më e mirë me ekipin në cili rëndit në pozitin e parë. Paraqitja më e dopt, në fakt me ekipin që zëve me fundit. Për arsye mu të vëlloj se shi, lëq, pa të konë fush, a veden dhe i sa u kapshe, plus pa ta hipe i bonkës minutën e 2-3 me njerë që ashtu pa unë zet, tu unë zet, pa apet sa apet në fund mirë dëllëm.